Good afternoon, everybody, and welcome to the Mirdita weekly të gjithëve dhe press mirë se vini briefing në of informimin Kosovo javor të Specialist dhomave të Chambers, where we aim specializuar të to Kosovës, provide journalists ku an synojmë të ofrojmë update on the gazetarëve latest developments informacion in të the court përditësuar për zhvillimet e and the fundit në gjykatë opportunity to dhe ask mundësinë për questions. përpyetje. On 18th Më June, the 18 Constitutional qershor, Court panel paneli i exceptionally gjykatës granted a request kushtetuese by Victims' miratoi si Council to përjashtim submit një kërkesë observations të regarding mbrojtjes së Peter viktimave Shala's referral për to të the dorëzuar Specialist Chamber of parashtrime the lidhur me Constitutional kërkesën Court referuese të on Pjetër one of the Shalës në complaints gjykatën raised in the kushtetuese të referral. dhomave të The specializuara submission is për një limited nga to 8 ankesat pages e and must be paraqitura në të. filed by 26th Parashtrimi mund June. të ketë deri në 8 faqe dhe The duhet chamber dorëzohet also në allowed 23 Pieter qershor. Shala to respond to the Dhoma submission by gjithashtu 10th lejoi Pjetër July, Shalën të should he përgjigjet choose to do so. parashtrimet deri më 10 Mr. korrik Shala's nëse response dëshiron. may be up to 10 Përgjigjja pages e if zotit he Shala mund addresses të jetë the deri në 10 submissions of faqe, Victims' në Council and the qoftë se do t'i prosecution trajtojë separately, parashtrimet e mbrojtjes së or up to viktimave 15 dhe pages të if he files prokurorisë a të single komiteve joint vete, ose response deri në to 15 both. faqe në qoftë se do të dorëzojë një përgjigje The të përbashkët të Constitutional dyja. Court chamber emphasized that this Dhoma e gjykatës decision is without kushtetuese theksoi prejudice se to its ky vendim assessment of the nuk indikon admissibility or vlerësime merits që of the të complaint thuhet concerned pranueshmërisë ose themësisë or së of së the ankesës referral as a whole. apo kërkesës referuese në tërësi. On 23rd June, Më President 23 Ekaterina qershor, kryetare Trendafilova Katerina granted in part Trendafilova a miratoi request by Mr. pjesërisht një Haji kërkesë të Shala, zotit Haxhi who had Shala, sought i cili permission to kishte renew his kërkuar leje expired të përditësonte identification and travel letërnjoftimin dhe documents dokumentet e to udhëtimit të travel to tij Albania që u for a kishte short kaluar holiday. afati për të shkuar In në December Shqipëri për një pushim të 2024, shkurtër. Mr. Shala pleaded Në guilty dhjetor to 2024, intimidation zoti during Shala criminal u proceedings vetë deklarua and was fajtor për sentenced to 3 friksim gjatë years procesit imprisonment. penal dhe u dënua me 3 vjet After burgim. serving 2/3 of his Pasi sentence, kreu të tretat e President dënimit, Trendafilova ordered his kryetaria conditional Trendafilova release to urdhëroi Kosovo lirimin e for the tij me kusht duration në of the Kosovë remainder of për his pjesën e sentence. mbetur të dënimit. In her decision, the president Në considered saj, that kryetaria individuals vlerësoi should se have valid personat and duhet të kenë up-to-date dokumente identification identifikimi të documents vlefshme dhe të and instructed përditësuara the registry dhe to return his urdhëroi zyrën identification administrative documents t'ia to Mr. kthente Shala dokumentet e so he identifikimit can të have them Shala renewed. për përditësimin e tyre. The president further Kryetaria ordered that Mr. urdhëroi më Shala tej return his zotin renewed Shala që documents to the duhet registry të as soon as he përdisonte receives them. dokumentet e udhëtimit dhe t'ia kthente ato However, zyrës the administrative president sapo të considered merte. Mr. Shala's request to travel to Albania Megjithatë, for recreational kryetaria vlerësoi se purposes kërkesa e to be zotit Shala për shkuar në fundamentally Shqipëri për incompatible pushime with the është sentence tërësisht në imposed kundërshtim on me him, dëmin e dhënë, stating duke that theksuar conditional se release lirimi me is not kusht meant to be nuk duhet interrupted të ndërpritet, unless it is for përveç compelling nëse legal është për or arsye humanitarian ligjore apo grounds. humanitare bindëse. She further found Ajo that a konstatoi më short tej holiday se pushimi i would shkurtër undermine the do të cënonte integrity of the integritetin e sentence, dënimit, diminish do të the ulte public besimin e confidence in the publikut në administration administrimin of e justice, drejtësisë and would call dhe do të into vinte në question the pikpyetje seriousness natyrën of e the rëndë të veprave offenses for which penale the për të sentence cilat u was dha dënimi. imposed. The president reminded Kryetaria Mr. Shala i kujtoi that zotës he is to Shala abide se by the duhet të conditions respektoj imposed on kushtet him që janë following his vendosur për release to lirimin e Kosovo tij në for the Kosovë remainder of his për pjesën sentence. e mbetur të dënimit. That is all from me. If there are any questions, I'll be happy Unë to kaq respond. kisha për të thënë, nëse keni pyetje, lutem thoni.